Gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin organizuar ka dhënë vendimin zyrtar lidhur me çështjen penale ndaj deputetit demokrat Flamur Noka, i cili ishte kallëzuar për shpifje nga efektivi i burgut të Peqinit, Gjergji Vishkulli. Trupa gjykuese, e kryesuar nga gjyqtarja Rudina Palloj, vendosi të shpallë të pafajshëm Flamur Nokën, me arsyotimin se fakti për të cilin ai akuzoi nuk përbën vepër penale. Procesi gjyqësor nisi pas një kërkese të paraqitur nga Vishkulli në tetor të vitit kaluar, i cili pretendonte se ishte bërë objekti deklaratave të pavërteta me përhapje publike përmes një denoncimi të bërë nga Noka në rrjetet sociale. Paditësi kërkonte jo vetëm deklarimin fajtor të deputetit, por edhe detyrimin e tij për të përgënjeshtruar publikisht qëndrimet e mbajtura në media kombëtare me shpenzimet e tij personale. Megjithatë, pas shqyrtimit të provave dhe bazuar në nenet përkatëse të kodit të procedurës penale, gjykata rrëzoi pretendimet e akuzuesit. Megjithse ky është një vendim i shkallës parë, pala akuzuese ka të drejtë ta kundërshtojë atë në gjykatën e posaçme të apelit brenda një afati prej 15 ditësh, duke nisur nga dita e ejte.